Ja presin gjirë, po, presin gjirë folin. Falë presin gjirë, po. Unë jam blerë që të në druve, ka 40 euro mëra metrën në druve, me gjithë për neve është rajtë. Se rrugë, jo punë, jo kur gjë, jo. Edhe këta që ishe jesin nuk e kanë letë. E kanë mundimin pe i mali, me i pru, me i palu, me i shqit, 5 herë i përdorin të dru të i t'i bim të. A i ne na duke së rajtë, po për këta së është rajtë. Çmimi varian, varet lloji i drunit edhe kështu që më varet edhe kohën kur i vlen. Po tash prapësisht është shtrejt. Tash për momentin, saktësisht nuk e di veç, prapësisht do këtë është 40-45, ka qenë më herët për shembull 30-28. 40-50 metra druve. Apo është ma shtrejt ama lirë tash? Ja ma shtrejt. Apo ndikon sezon koha? Qyshja. Te mas vitit 3 që shtë shkujnë shtrejt. 40-50, 45, mas vitit 3 pak në ashta bindi ku në qatëhere. Koha do man tash ka ardhë koha e blerjes, do man momenti fundit ta këtë që për i blenë po pregaditën për dimër. Çmimi i druve tash të ngrit, ashtu kështu ka një lartë çmimi i druve, tash do man kam rri deri në 50 euro një metër dru bungu, për ndryshe ahi 45 euro. Blerësat pa ankohen balë, se o problemi që për i do këtë çmimi shumë i lartë i druve, nxemja katastrofale, nuk po ka ngrohje sa duhet, natyra pyet, u shkatërrun, do man gjithë shka nuk ka të shku në regull. Po blerësat kryesisht prej Prishtinës, vinë edhe prej Komeranit nga njere.